Meksikën që e ka kufitare. Këto janë vëndet cilat kanë qenë historikisht aleate të SBA-s. Kuba është aty ishulli. Dhe Kuba është këtu, është shumë e vogël. Dhe kësi filloj, pra kjo Kuba e vogël. Kuba është më afër SBA-s, pse Venezuela? Pra kjo Kuba e vogël, sepse nga Kuba e vogël, u kryua generatori anti-amerikanizmit dhe filloj që nga kohë e Che Guevarës. Dhe kjo Kuba e vogël, me mbështetjen e Rusisë, të Kinës e tjerë, arriti që të gjeneroj lëvizje anti-amerikano-veriore në gjithë Amerikën e Jugut. Dhe presidenti Trump këtë e kuptoi kur Amerikanët u vendosën dhe morën, çfarë morën? Morën kanalin e Panamas. Kinezët morën kanalin e Panamas, një kanal të cilin e ka ndërtuar SBA-ja. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që SBA-ja sot të mbështes aleatët dhe partnerët e vetë në Amerikën Jugore në mënyrë që mos humbas më territori. Pra i ka ngel Ekuadori i vogël, ku është tentuar 2-3 herë të bëhet grushteti. Por Venezuela ka dhe një veçanti të vetë. Cila është veçantia e Venezuelës? Ka aleancë fort me Rusinë dhe ka trupa ruse atje. Ka aleancë fort me Iranin dhe ka trupa iraniane atje. Madje dhe Hezbollahu është shumë i fort në Venezuelë. Unë një herë, shumë vite përpara, duke vajtur në Paraguay, kam takuar njerëz që vinin nga Gaza, njerëz të Hamasit dhe vendoseshin në Paraguay. Presidenti i Ekuadorit është arab nga Libani. S'është vetëm ai, ka shumë të tjerë. Për shembull, njeriu është mik i afërt i presidentit Trump. Njeriu më Njeriu më i pasur i Meksikës, e di kush është? Dhe gjithë Amerikës së Jugut, dhe pjesërisht edhe Amerikës së Veriut. Është Carlos Slim, i cili është libanes, është kushërim me Xhemajelit. Kjo është arsye pse unë e kam takuar, se kam vajtur në Mexico City me Nadim Xhemajeli, djalin e ish presidentit që të përmenda. Ka një komunitet të fortë libanes dhe palestines në këtë pjesë, si duket. Çështja është që ka një komunitet fort libanes, palestines, arab, iranian e tjerë në gjithë Amerikën e Jugut, siç dhe aleancat që këta kanë me Kinën dhe me Rusinë. Pra, Trumpi nuk po diskuton sot vetëm pushtetin e Chavezit, po ka hyrë në një projekt për të ridiskutuar dhe riekuilibruar të gjithë Madurës, pushtetin e Amerikës. Chavezi ka të Madurës. Pra, janë ato. Për të diskutuar, jo, është pak më shtu. Chavez ishte më i sofistikuar, Maduro është më pak i sofistikuar, por pushteti është shumë i fortë edhe... Maduro është edhe më pak i shkolluar, si duket ka qenë bodyguardi ty, apo... Shiko, ata janë post-komunist, neosocialist. Ky është problemi i frymës që ka Trumpi me gjithë... Pra Trumpi do të ndalojë atë gjën këtu, sepse ka frikë që kjo gjë do rritet dhe do ndryshoj dhe realitetin brenda SBA-s nëse vazhdon kështu. Kjo është arsye pse Trumpi ka vendosur kufirin që thotë stop emigracionit nga jugu, sepse po vazhdoj kështu pas 20 vjetësh, realiteti demografik i ndryshuar në SBA do ndryshojë dhe realitetin politik. Aeroplan mbaqja e një orë amerikane është afruar afër. Mund të ketë kulla ndonjë sulm pas deklarimit të ministrit të mbrojtjes